Ministria e Bujqësisë njofton se nga 1 korriku deri në 31 gusht ndalohet lëvizja në Pyje. Vendimi është marrë në përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe kërkesat e ndërmarrjes publike pyet kombëtare dhe parqeve kombëtare që menaxhojnë zonat e mbrojtura. Drejtori i Parkut Kombëtar Malishar, Efzal Lelmazi, për televizionin Koha tha se ky vendim ka ndikuar në uljen e ndjeshme të zjarreve në Pyje. Nuk është një risi, e njëjta ka qenë si masë e aplikuar edhe vitin e kaluar edhe viteve të kaluara dhe fatmirësisht efektet janë pozitive për shkak se intervenimet tona vinë çdo vit duke u zvogëluar, domethënë nuk kemi patur në një intervenim serioz për shuarje të zjarreve. Por dhe Parku Kombëtar ka vënë një rregullore për lëvizje në Pyje me mjete motorike dhe automjete. Drejtori Elmazi sqaron procedurat. Ka 2 opsione, njëra është në formë elektronike përmes web faqes Parkut Kombëtar, Sharm Mountain ORG-MK, do të zgjedhin në fushën është në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe gjuhën angleze. Është një fushë regjistrohu, merr 1 minutë kohë, shënohen dhënat personale të personit apo personave që dëshirojnë të lëvizin në territorin që menaxhohet nga Parku Kombëtar dhe shënohen numri i telefonit, numrat apo targat e regjistrimit të automjetit dhe destinacioni, gjithsesi lokacioni që do të vizitohet, po ashtu edhe periudha. 5 vjet më parë, Republika e Maqedonisë së Veriut mori një nga vendimet më të rëndësishme në fushën e mbrojtjes së natyrës në historinë e saj bashkëkohore. Malishar u shpall Park Kombëtar. Me këtë vendim nuk u mbrojt vetëm një territor, u mbrojt një pasuri e jashtëzakonshme natyrore me rëndësi europiane dhe botërore. Do të intensifikojmë kontrollet, patrullimet e përbashkëta me përfaqësues të stacionit të policisë të Tetovës dhe të përfaqësues të policisë kufitare, Kodrës Diellit, Rrogaqevës dhe Mazrashës dhe besoj se po ashtu do të jetë një fushat edukative, do të shpërndahen edhe disa materiale të gjithë udhëzimësve të këtyre mjeteve motorike dhe aty do të jenë të evidentuara në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe anglisht, rregullat që duhet të përmbahen kur hyjnë në territor të parkut. Gjithashtu do të kisha apeluar edhe te subjektet private që japin me qira mjete të tilla motorike që janë të shumta, me disa veç se kemi arritur edhe të rasim në takime dhe kemi biseduar që edhe ata mund të na ndihmojnë në këtë drejtim, domethënë klientëve të tyre kur u hapin makina të këtilla me qira, tu hapin një fletush apo tu informojnë me rast se vizitojnë territorin e Parkut Nacional, domethënë si do të rregullave duhet tu përmbahen. Në Parkun Kombëtar Malishar punohet vazhdimisht për përmirësimin e infrastrukturës dhe rregullimin e zonave të piknikut në Parkun Kombëtar. Po vendosen tabela të reja informative, po rinovohet infrastruktura e nevojshme dhe po pastrohen mbeturinat me qëllim që vizitorët të kenë një përvojë më të bukur, më të sigurt dhe më të këndshme në natyrë, thon drejtuesit e parkut. Ata zotohen se do të vazhdojnë të punojnë, ndërsa bëjnë thirrje që së bashku ta ruajmë malin Sharm të pastër, të rregullt dhe të mbrojtur.